të forumeve të partisë të cilat vendosin fund-fundit. Shembull, pse ta krijoni grupin tuaj parlamentar? A ekziston një arsye? Është për shkak të subjektivitetit si subjekt politik? Funksionon më mirë koalicioni ashtu? E thjesht sepse kemi së bashku me lëvizjen vetëvendosje, kemi më shumë pushtet brenda kuvendit me 2 grupe parlamentare se sa vetëm me një grup parlamentar. Dhe unë mendoj që grupi parlamentar i Partisë Guxo do t'i kontribonte shumë mbarvajtjes në kuvend. Ne edhe tash kemi pasur deputet shumë të spikatur, për shembull kemi pasur një deputete shumë të re nga mosha, kur është zgjedhur Jeta Stratovci, po ta ndiqni rrugën e saj. Atëherë do ta shihni që Jeta me një punë të jashtëzakonshme ka krijuar një pozicion shumë të respektuar brenda grupit parlamentar, por edhe me kolegët tuaj gazetar, por edhe në rrafshin institucional. Jeta ka qenë shumë aktive në debate publike, ka qenë edhe edhe është veç mos harroni, ka pasur vetëm 26 vjet kur është zgjedhur deputete kuvendit Kosovës. Kështu që nuk e ka pasur shumë të lehtë, edhe grua, edhe shumë e re në moshë. Edhe tjerë deputet kanë qenë absolutisht aktiv, por tek grupi parlamentar do mbesim edhe më tutje vetëm për ta qartësuar, për ta parë anën tjetër të medaljes. Mos ndoshta vetëvendosja do e konsideroj si thik pas shpine që të krijohet një grup parlamentar shembull i ri që nuk do t'i referoj se s'po e quaj kështu t'i subordinoj lëvizjes vetëvendosje. Mendoj që lëvizja vetëvendosje e ka një përvojë 4 vjeçare me Partinë Guxo, një përvojë të një partneriteti i cili ka bërë histori në këtë vend, një partneritet jo vetëm që ka funksionuar mirë, po një partneritet që ka kursyer publikun shumë nga disa skena që jemi mësuar të shohim mes partnerësh në të kaluarën. Ndoshta nga brenda jo gjithmonë gjithçka ka qenë vetëm po. Mirë po kur jemi çuar nga tavolina, jemi çuar të pajtuar dhe më shpesh natyrisht që ka lëshuar pe partneri më i vogël, po jo rrallë ka lëshuar për tema të caktuara edhe partneri më i madh. Prandaj unë hiç nuk e besoj që dikush në lëvizjen vetëvendosje mund ta ketë atë dyshimin që tash Partia Guxo po dashka me i fut thik pas shpine, përkundrazi kemi dëshmuar me punë të përbashkët që ky partneritet është në funksion të zhvillimit të vendit tonë, ne jemi parti në vete dhe si e tillë kemi hyrë edhe në zgjedhje së bashku me lëvizjen vetëvendosje dhe mas paku ky debat a do bëjmë apo s'do bëjmë grup parlamentar zhvillohet brenda lëvizjes vetëvendosje. Ky debat zhvillohet brenda atyre që nuk e njohin këtë partneritet edhe që dëshirojnë të krijojnë teorira. Edhe një herë unë nuk dija do